Këto pamje ekskluzive të siguruara nga Ora News tregojnë momentin kur biznesmeni Argyes Agasi dërgohet në drejtorinë e policisë së Tiranës, pasi u arrestua në Durrës pas më shumë se 8 muajsh në kërkim nga SPAK, si pjesë e një grupi kriminal që ndikonte tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Sipërmarrësi u kap në zonën e Plepave gjatë një operacioni të forcave speciale të policisë së shtetit, mbi bazën e një informacioni për lëvizjet e të shumë kërkuarit të drejtësisë. Në momentin e arrestimit ai ndodhej në automjet së bashku me Ulian Shpatarakun, ish punonjës policie, gjithashtu i shpallur në kërkim dhe i njohur si person i besuar i ish drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, Ilir Proda. Bashkë me ta është ndaluar edhe shoferi i Agasit. Biznesmeni kërkohej prej dhjetorit të vitit 2025, pasi ndaj tij ishte vendosur masa e sigurisë arrest me burg në dosjen e tenderave të Akshit. SPAK e konsideron Agasin së bashku me biznesmenin Ermal Beqiri të arrestuar në Francë si drejtues të një grupi të strukturuar kriminal që dyshohet se manipulonte procedurat e prokurimit në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Sipas hetimit, grupi dyshohet se paracaktonte kompanitë fituese, ndërhynte në kriteret e tenderave dhe eliminonte konkurrencën për të favorizuar subjekte të caktuara. Pjesë e dosjes është edhe rasti i biznesmenit Geront Meça, i cili sipas SPAK u mor peng dhe u kërcënua në gusht të vitit 2025 me qëllim që të tërhiqte ankimimet për procedurat e prokurimit. Agasi përballej me akuza për disa vepra penale, mes tyre shkelje të barazisë në tendera, konkurrencë të palishme përmes dhunës, heqje të palishme të lirisë, grup të strukturuar kriminal dhe pastrim parash. Hetuesit kanë ngritur dyshime edhe për miliona euro të kaluara përmes kompanisë EA Solution në pronësi të Agasit, të cilat dyshohet se lidhen me përfitimet nga tenderat e paracaktuar. Në të njëjtën dosje janë përfshirë edhe ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj, ish zëvendës drejtoresha Hava Delibashi, si dhe biznesmenë e zyrtar të tjerë.